Në prag të vitit të ri shkollor në Shqipëri u përrua sot në qytetin e Shkodrës shkolla profesionale austriake Peter Maringen me profil informatikën dhe komunikimin. Kjo është e para shkollë e këtij lloji në Shqipëri e cila synon që pasi sa vjetësh të mbështes nevojat e vendit në këtë fushë. Në përurimin e kësaj shkolle ishte i pranishëm edhe kryeministri i vendit, si dhe ministri austriake e arsimit. Korrespondenti Pullum Sulo përgatiti kronikën në vazhdim. Shkolla profesionale austriake Peter Maringen është e para këtij lloji në Shqipëri që vepron në fushën e informatikës dhe komunikimit. Ndërtimi i kësaj shkolle është pjesë e bashkëpunimit 15 vjeçar në fushën e arsimit mes Shqipërisë dhe Austrisë. I pranishëm në ceremoninë e përurimit, kryeministri Berisha tha se një numër kompanish serioze austriake po mbështesin zhvillimin e Shqipërisë. Kryeministri Berisha tha gjithashtu se shkolla austriake në Shkodër është pjesë e përpjekjeve që mbështesin zhvillimin e teknologjisë dhe informatikës. 3 vjet më parë, platformën tonë ambicioze për të sjellë shqiptarët dhe Shqipërinë në moshën digjitale. Për të realizuar atë që ne duhet të mbetemi për shumë vite në krye të rritjes penetrimit internet në shoqëri. Shkolla Maringen ka një të pasëvendësueshëm në këtë aspekt. Ndërsa ministri austriake e arsimit Claudia Schmidt tha se arsimi është fusha kryesore e bashkëpunimit mes Austrisë dhe Shqipërisë dhe se shkolla austriake në Shkodër është forcimi i mëtejshëm i këtij bashkëpunimi që realizohet edhe në kuadër të paktit të stabilitetit për rajonin e Ballkanit. Der Abschluss, die Reifeprüfung wird auch in Österreich und in der Europäischen Union anerkannt. Ministri austriake e arsimit tha se dëftesat e nxënësve të shkollës Peter Maringen do të njihen në vendet e Bashkimit Evropian dhe në Austri, ndërkohë që kjo shkollë do të ketë një bashkëpunim serioz edhe me shkollën teknike të Vjenës. Sipas drejtores së shkollës Gerlin Tagjini, teknika e informatikës dhe komunikimit janë në bazë të mësimdhënies që jepet në 3 gjuhë të huaja nga mësues austriak dhe shqiptar. Die Ziele der Schule sind, dass die Kinder, sie haben mehrere. Drejtoresha Tagjini tha se shkolla Peter Maringen është një shkollë profesionale me drejtim teknologjinë informatike. Ne synojmë, tha ajo, që shkolla jonë të përgatisë profesionistë në fushën e informatikës, ndërkohë që më të mirët do të mund të studiojnë në universitetet e Europës. Mes 100 nxënësve të parë të kësaj shkolle është edhe Marsida Smajli, e cila shpreson se informatika do të jetë pjesë e zhvillimit të vendit. Kam marrë në këtë shkollë për të fituar një kulturë të re, krejt ndryshe. Në këtë shkollë kryesisht fusha është për teknologji informacioni. Mësuesat janë austriakë dhe shqiptar, kryesisht austriak. Ne jemi gati për të vazhduar edhe vite të tjera. Jemi shumë kënaqur nga viti përgatitor. Normalisht për të perfeksionuar në shkollën në fushën tonë edhe për të arritur majat. Në përurimin e shkollës austriake në Shkodër ishin të pranishëm edhe familjarët e Peter Maringen, një figurë kjo e njohur e arsimit në Austri, që pas vitit 1990 ndihmoi mjaft në zhvillimin e arsimit në Shqipëri. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.